përshëndetje. Erdhëm neve. Si jeni? Sa bukur. Hello. Sa ka me Ziza? Goca si jeni? Qa bëni? Sa hutua, tash për të rejtë vëndjen. Marcela, Ema, Zonë. Vetëm ti e nusë ardhshme? Tani mendova se isha ti dhe ju ishit shoqëruese. Jo. Të sqarojmë dhe diçka, ne burrat nuk kemi gjetur ende, por thjesht po manifestojmë. Domethënë ndoshta po të gjejmë fustanin, jemi në rrugën e durë dhe po gjetur Marrë një dhuratë se i bie që na e kemi dhënë këtu edhe. Ashtu, zakonisht gocat që kanë qenë pjesë e sfilatës tonë, pas janë paraqit, nusa kanë pas propozimin. Ikëm Kesiana. Hajde. Do mi thoni tani në tonë si e doni që tregoj katalogut, çfarë ide keni? Jo, jemi shumë të qarta midis. Fillojmë Fal, po pse keni ardhur të tëra kur nuk doni që njëra tjetra Nga ta shumë i bëjë? besom njëra tjetrës edhe ndoshta e shoh me një syk. I besojmë deri diko që mos ta Okej, atëherë e bëjmë kështu, t'ju ulni krah sallonet. Okej. Edhe për privatësi vini tek e tek, do vini Po, re tek e tek. Ti themi se cilat preferencat tona sepse nuk dua të Dakor. ndërgjë. Po ju i keni të qarta preferencat qarta. apo? 100%. Unë për vete po, nuk Edhe unë. Po presim këtu. Ha Kristel. Okej, mos Nuk të dëgjojnë janë Mos larg. përtasim shumë. Tani, më thuaj se do fustanin në sëris, që të më thuash pak a shumë të gjithë idenë se si e ke, se fustanin në sëris shkon edhe në funksion të lokacionit, të numrit të ftuarve, të shumë gjërave. Kështu që, po të dëgjoj jam gjithë Numri ftuarve syvesh. nuk ka rëndësi fare për mua, me thënë drejtën, po do të përshkruaj vendin. Tani, unë kam zgjedhur Toskanën ose Komon. Okej. Dhe e gjithë dasma do jetë old money. Pra unë jam një old money wife. Okej, duket që se ke gjetur burrin. Qartë. Okej, vazhdojmë me fustanin. Okej, vazhdojmë po. Tani, unë dua, duke qenë se është në Itali, edhe aty gjatë do jetë vendi shumë porrallor, unë nuk dua të jem aq porrallor, do të jem pak më e thjeshtë. Okej, pra do një fustan minimalist. Minimalist, por edhe që të zëj pothuajse të gjithë pamjen. Domethënë, të jetë minimalist, por kur hy unë të marr gjithçka me vete, nëse më kupton. Jo, unë të kuptoj, po është çik vështirë që të rinë këto të dyja. Pra, do volum apo s'do volum? Jo, unë e dua siren. Siren, se unë këtu jam pak ekstra large, kurse të jam ekstra small, edhe dua që kur të kaloj aty, të gjithë të kthejnë kokën, edhe të dukem kështu si Jennifer Lopez. Okej, sidoqoftë do ta kthejnë kokën, për këtë t'jesh e sigurt. E kuptoj. Po, më the që s'ka mbaruar akoma edhe do më ndihmoje kur të vazhdoj të flisje. Tani më bëre lëmsh fare. Kam të rëndësishme, jo gur, Okej. jo temina, jo Po xixa, se je pasur hershme. po, por të vezulloj. Do thënë dua të vezulloj. Të vezulloj pa xixa. Po. Okej, ashtu do jetë. Jam gati. Mirë, dakor. Do fillojmë aty, ti dëgjoj dhe shoqet unë që mos bien për sëritje? Si mendon? Okej. Nëse ndonjëra të thotë të ngjashme Shpejt me të marr një mua, nga ato, do ndrohesh me ta? po, nëse dikush të Pra thotë katalogun s'do ta shohësh fare. Jo, besoj isha shumë e qartë. Faleminderit. Hamoj. Se vështirë. Ja shumë, po besoj se kam përzgjedhjen e duhur. Shiqyr. Hajde Ema. Po, vazhdoj unë. Si quhesha? Ema. Ta gëzosh Ema, emrin e ke shumë të bukur. Oh, faleminderit. Ema, po ti si e do fusanin në sëris? Ke nevojë të shohësh katalogun apo më Jo, parë jo, do ma unë shpjegosh? e kam shumë të qartë çfarë dua. Dua të bëj një dasëm të madhe në Kështjell. Pra të jetë si ato dasmat e italianëve, misterios, dua të jem një mob wife, që kur të futem mund të dukem si një femër që di çdo gjë, por nuk flet shumë, flet aty kur duhet. Pra fustani im të tregoj pushtet, të tregoj sukses, të jetë me shpinë të hapur deri te kurrizi, që të tregoj pak sensualitet, fines, të jem elegante. Do doja shumë që e këtu në mes, ke parasysh tek pjesa këtu e belit, ke diçka si të gufuar, që të më mbuloj pak këto pjesën këtu të ansoreve, dhe të duket. Çfarë kanë ato për të mbuluar? Jo, do doja shumë që belit të theksohet dhe të jetë e gufuar kështu pak. Ke parasysh që të më mbuloj. Ti do doje që t'ishte pak i fryrë. Pak fare, jo shumë, Okej. domethënë pak. Nuk ka problem të ketë edhe kështu gjërat. E ke parasysh në ato me tantel, kështu si dekolte, dorashka, kështu që të ngjaj bukur, që kur të marr atë shampanjën unë që të bëj gëzuar me burrin. Me burrin imagjinosh. Po, me burrin. Imagjinoje, nuk ka problem, ai është thjesht një aksesor. Po, Unë thjesht do t'i gjej këto gjërat e tjera. Burri është shumë i thjeshtë për të kajuar. I thought moj. Të ka qashtu i rejt me.
do doja shumë që si për këtu se unë do t'i bëj flokët kështu të gufuara, si Georgina Rodriguez, nuk e dija ke parë që i mban kështu si me i çik me baluke këtu, po do doja diçka një aksesor të vogël këtu, në një lule, në një gjë, nga që do jetë dasëm e madhe, do ketë shumë aksesor, do ketë diçka. Okej, ti do doje që fustani të vinte një çik në forma aje apo po? Po, të vi pak i lëshuar, kështu po, bishti të jetë i gjatë, që mos ta mbajnë asnjë dot, të kupton, i gjatë shumë që të vi kështu, vetëm prekte tokën, po ta prekte kështu që të dukej ajo se kur ta bëj videon unë, të kapet nga pjesa që do shtrihet fustani dhe lart, pastaj të duket mos si perendesh, kupton, si ku ka ardhur diçka madhështore në kështjell, kupton? Okej, mirë, kam edhe për ty një gjë. Besoj se e ke, ëh? Unë i besoj shijes tënde, jam dakord. Faleminderit. Asgjë, të lutem, faleminderit shumë. Të lutem. Oh, jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur. Amor. E zgjodha fiksa atë që doja. Hajde, hik. Hik, Kristian. Marcela jam shumë e pavendosur. Lëre që ata shparë që di çfarë dua, por realisht nuk e di. Dua shumë gjëra njëkohësisht, por nga Si ana është shumë e tjetër ndryshme nga gjëja nuset që më vizitojnë për ditë, kështu që mos u shqetëso shumë. të lutem, po ta them paraprakisht. Edhe ndoshta nuk shoh gjithkohë se dua ta përfytyroj, ta imagjinoj, po. Përfytyroje. Okej, dëgjoj tani. Para punës nuk dua gur, se do kem shumë diamant vet, edhe nuk i dua. Dua që të duket, kupton? E dua në natyrë. Ka shumë njerëz, më thënë, ke parë sot anën e fisit që nuk e ke qef, po nga ana tjetër do që ton, ua, kjo martu, kjo shef, kjo, Shkëta u tua fare dhe Unë kam prisë mos bëhet pishman për fustanin. Po ne kam mos bëhet pishman për burrin e fustanit. do kesh shumë këngëtarë dhe dua që të ndroj shumë fustane. Po, Okej. po, do me thënë, dua fustan që t'jetë i gjatë, pasi për flokët nuk e di, ndoshta i kap, bëj ekstremin, atë ditë kap flokët, nuk e bëj kur, pa atë ditë, është dita ime, do e ndryshe, okej. Edhe, nuk e di, edhe burri kur të më shoj, thot, Sa pas ke ndryshuar, sa e bukur e bërë? Po, do me thënë, Mos më thuaj me këtë fjalë. do me Burri thënë, duhet të të njohë një herë së Po, pari, apo okej, ti do që mirë, të jesh e ndryshme, se je kaq e bukur për ditë, pse të nuk e di çfarë dua. Po dua një gjë, do me thënë ti përfytyro mua në natyrë me një gjë që thon, Okej. o zot, do vënduar në kokë edhe Do e hajnë Derrat. e pra, kafshë. Dakor, mirë shumë. Dhe shosh katalogun apo të ta lutë. edhe ti ma le mua? Po. Kjo është pjesa më e vështirë kur ma lini mua. E dua bishtin mos më harro. Okej, Mos më dakor. afrohet njëri 10 metër që Dakor, kam ti le bishtin. zërin të dëgjuar. 10 metër, Okej. okej? Me vajzën tjetër, okej. Sa thjesht ishte në sot. Vërtet? Po, Unë e kisha shumë të vështirë. zemra tani. Nuk kam i jetër në këtë moment. Ai ne ndoshta Pa që edhe prea. modele dhe e marr me photoshoot. Ndoshta. Tani, Lea, unë po e mendoja. si e do ti? Dua t'jetë artistike, dua shumë kontrast. Do me thënë, dua që nga mbrapa t'jetë kështu si plazh, do me thënë, para ndoshta, edhe nga mbrapa t'jetë kështu në një ndërtesë e shkatruar, si kështjell, po kështjell kështu e shkatruar. Që t'jetë shumë vite ajo kështjell, dhe t'jem pasaj unë kështu si princesh. Po si Dhe princesh, kjo po... kështjella të jetë në det. Ha, kështu më the, apo e harrova? Se kisha mendu, po shumë interesante, po t'ishte kështu në mes detit. Okej, ti do ta kesh në det apo në kështjell desme? Apo do bësh ceremoni në det, pastaj Jo, në brenda kështjell, që mos bëhet fustani pis. Okej. Çfarë kështjellë tha? Kështjellë kisha dhënë. Kështjellu me fantazma. Kisha dhënë kështjellë. Pushtu, po, kjo ka me fantazma. Ti se kish me fantazma, po të pushtuar. Në një roz që E fantazme. braktisur. Jo, po le të kanë drejt menjen. Edhe fustanin po e mendoja dua kështu flowy, që t'jetë që të hyera gjithandej, dhe thash, t'ketë ai detaj, na i këmb jashtë, na i kështu që t'jetë pak Okej. Okej, ti nisu ti katalogut. Se nuk po je shumë e qartë, me thënë drejt. ua sa i bukur. Kanë Ua sa i 2026, shifaj. bukur. Po, pra. Po, me fundin bohemian? Po. Okej. Pra. Ha, ndrove mendje? Kishë shumë i bukur. Okej, s'ka shumë lidhje me çfarë kërkove, po hajde. E po shumë është kështu si, Mirë. korridore. Okej. Okej, ndihem shumë e inspiruar, por do të të besoj verbërisht Edhe ti mua. Po, Okej. për dasmën time në kështjellë shkatruar. Dhe si po pres? Po, Klea, se nes nitëm kaq. Zemra nuk jeni gati. A gjithë rozmi? Nuk jeni gati, jo nuk është roz. Atëre goca, unë po shkoj po zgjedh se gjëra në bazë të atyre që ju më thatë, edhe pastaj po i shohim së bashku, okej? Perfekt. Erdha.
unë i thash Marcelo zile vetë, ta përsoj ty. O sa e shkafët, moj, 2 gjëra i thash. Direkt ta gjeti, po pra. Direkt. A që ka profesioniste? Po, mua mi lexoj mendimet pa u shprehur me Po, fjalë. tha se Po, direkt. Jam pa pyetje të dorë? Pa u shprehur me fjalë. Bravo. Unë shpreha me shumë fjalë fat. Nuk e di se si më kuptoj, se nuk isha asun e qartë në atë që doja. Profesioniste. Po, zgjedhja e duhur për të bërë nuse. Zemra dita më e bukur e jetës tonë. Duhet të kujdes. Oh my god. Goca gati. Moj pise shkejtje. Dëgjoj, goca, ne nga eksperienca asnjëherë nuk i bëjmë të gjitha bashkë. Dhe ishte shumë e mirë të ishin veçove se ju tani do. Ha, okay, hajde. Moj Marcela. Në natyrë pra. Jo, duam Ma sillni këtu se du vetë. Bukur fiksi që doja unë me këtë Beli. Jo, te Bele kërkova se unë isha e para në radhë, kërkova unë te Bele. Po jo, zemra se kërkova edhe unë te Beli. Isha kërkoj e para te Beli. Mos u shqetëso se të gjitha me atë gjën ke Beli janë. Ti me që e do një çik të pastër, lukse, mendoj që ky është i duri. Okej. Mos u shqetësoj ma se ka aty nga të gjitha. Apo dhe ky. Ajo është ime. Pse jo ty ky? Qyra i shkurtër. Ma shije një fundit, këtë velule 3D është nga Elisab. Mendoj që. Ua, po, ky është Është imi, nuk e prek as mos e as ta Po ti prek. do hasha pjatat e të gjitha ti që pas ke qenë e frikshme. Ai është i saj, aty të rish, është i imi, e ka Unë zgjedhur. e doja fiks Nëse kështu. unë është e ka marrë e Nëse nuk të bën ty, provoj dhe unë, nuk po them që do ta marr, po them nëse nuk të bën, e provoj. Këto janë qet, se këto janë një pjesë vetëm shumë e vogël e atyre që ne kemi. Kështu që unë në bazë atyre që dëgjova bëj seleksionin, po kjo s'do të thënë që nuk mund të bëjmë një seleksionin tjetër nga A me dollapa. tjetër? Oh my gjik. Vërtet? Ua, sa e bukur ky detaj këtu. Si princesh, si në prall. Me këto. Po se keni ditë, nuk keni ditë me e shpjeguar, shikoj më futa në detaje. Do thënë, Po jo mi tamam e shpjegova. Me të drejtën, Kjo çado. me të drejtën dhe mua më pëlqeu imi, që më tha Marcela Mos që. silleve ato me Tiranë. Ky është shumë, ky është si princesh. Ky është shumë i bukur. Ja, moj vajza atë shkurtër për të gjithë. Ja. Sa qef, sa bukur. Këtë dua unë. Unë do të thosha këtë. Je më mirë me këtë ty. Shumë klea. Jo, unë dua Po mua këtë më japësh. Ema si thua për këtë? Nuk më përshtatet me kështjellën o Kristo. Me Diza, më pëlqen. Pas ka dhe dorashka që kërkova. Sa qef. Ju si jeni Oh ga. my god. Ky është apo i shumë bëm bukur e edhe tjetër e fillojmë kakao. prova. Edhe vello Okej. Marcela. Do filloj me kryesorin njëra atë të ceremonisë, atë të altarit, atë po. pastaj të shkurtrit. Po, Hajde, e hajde vërtet. ti ndaj. Këtu ti tjetra ndej, vra? Okej. Hajde, sa hajde t'ju menaxhoj unë juve. Po mirë, goca shtifemi pafsh. Tati. Marrë kështu s'keq. Kristoll potasial. E fillojmë me këtë, pastaj provojmë dhe të tjerë. Vetëm mos u zini. Ridia, vjen ta ndihmosh Kristollin? Ema, shko se po të sjell fustanin. Okej, super. Shkoj më la. Po sot, sa i bukur. Oh my god, po faleminderit. Do më ndihmosh? Okej. Hajde Klea, po e marrë me të dy fundet, edhe shohim kush të ri më mirë atë, okay? Ola, vjen më ndihmon? Marcela, uaj do të dyja. Ti mbaj të po, dyja, të një dyja, këtej, një një këtej. shumë. A?
Ha goca? Wow. Si u duket vetja, se mua më keni vënë në një pozitë shumë të vështirë. Me Marcela. Si nuse. Si një perëndesh me Marcela. Ha Ema? Wow, nuk e di, më duket vetja fiks si një zanë që po dalë nga kështjella me këtë bishtin e gjatë. Fiks si një mob wife, si doja unë. Në rregull. Po ti Kristell? Ua, nuk mendoj që mund të gjeja diçka më të bukur për veten time, që përshtatet më shumë me stilin. Okej. Do ndryshoj kurorën për shkak, do e më të lartë apo e Po ka normal, që tash i mret nesh, atë së rritë. Po ti? Oh, jam një perëndesh. Si? Ashtu pra natyrës si që doje. Nuk kam fjalë, është fiks trupi, çdo gjë më pëlqen shumë. Po bashko Klea, goditëm, si thua? Unë mendoj që kemi super godit. Jam do të fiksa që si kisha në mendje Aha. në jetë për vërtetë. Ashtu. Jem si princesh. Pra të ta ruaj. Gjitha. Okej. Tani na kanë keni vetëm burri. Goca, faleminderit shumë që ishit sot me mua, ma bët ditën shumë bukur. Një bukuri kaq e koncentruar brenda një dite në sallon shumë e vështirë që ta kisha. Unë nuk di këtë zgjedh vërtet, po më keni vënë në pozitën që duhet të zgjedh. Nuk po e bëj shoqëruese e parë emisit e dytë e tretë. Okej, po zgjedh për të preferuarën time që është Ema! Faleminderit, shumë faleminderit. Ema, mendoj që me ty kam goditur në kuptimin që edhe po të martohesh e vërtet, me ç'të shoh mendoj që këtë do të rekomandoja për i vërtetit. Okej. Kurse ke tre vajzat e tjera mund të edhe televizja nga pak nga çka kam Kur ta gjej zgjedhur. burrin e sigurt që do vi me gjithë Mund burrin. të pres, që do më kesh, maksimumi do kem dalë në pension, po do kem Se ka që vonë! Jo, sepse unë jam partizane që vajzat duhet martohen në moshë të pjekur. Okej. Për këta. Thank you! Çaj qivi. Kam kequr një Do bësh dhe ti nuse. Kesa të bënuse, more! Po di.